pretendendet në qendrën e numërimit në sallën 1 tetori në Prishtinë. Përshëndetje Elmina, cilat janë informacionet e fundit nga numërimi i votave për deputet dhe kur pritet të përfundojë ky proces? Mirë mbrëma, njomza për juve dhe gjithë shikuesit tanë. Ashtu si që thatë edhe ju, pra unë gjendëm në qendrën komunale të numërimit të rezultateve këtu në Prishtinë, ku po vazhdon në numërimi i votave të deputetëve dhe po ashtu edhe verifikimi i votave të partive politike të cilat garuan në zgjedhjet e 28 dhjetorit, pra dje të dielën. Ndërkohë, deri më tani janë numëruar mbi 10% e këtyre votave dhe janë verifikuar, derisa sipas këtyre numërimeve prind lëvizjave të vendosje e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës, më pas Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Sa i përket votave të kandidatëve, Albin Kurti është më i votuar nga lëvizjave të vendosje, i pasuar nga Glauko Njufca, Hekuran Murati, Albulena Haxhiu, Donika Gërvalla, Hajrullah Qeku, Avni Dehari, Mimoza Kusari, Ejup Macedonci dhe disa të tjerë, ndërkaq që në Partinë Demokratike normalisht prinë Bedri Hamza, më pas Arjan Tahiri, përparim Gruda, Uran Ismaili, Sala Jashari, dhe më pas janë Vlora Qitaku, Arben Mustafa e të tjerë. Ndërkaq që nga Lidhja Demokratike janë Lumir Abdigjiku, Hikmete Bajrami, Ukë Rugova, Doar Sakica Gjelili, Avdullah Hoti, Kujtim Shala, Anton Quni e të tjerë. Ndërkaq që nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, deri më tani janë Ramush Haradinaj, i cili prinë me vota, i pasuar nga Daud Haradinaj, Besnik Tahiri, Beg Berisha, Burim Ramadani, Time Kadriaj. Ndërkaq që verifikimi i votave të subjekteve politike po vazhdon dhe po ashtu edhe numërimi i votave të kandidatëve për deputet të Kuvendit të Kosovës, pra të legjislaturës së 10. Ndërkohë, sa i përket punës këtu në këtë qendër të numërimit, tani të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit e akredituar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjenden në pauzë një orëshe, tani pritet që në orën 20 edhe 10 minuta pra të përfundojnë pauzën dhe të vazhdojnë me numërimin e këtyre votave. Procesi po ecë në rregull, nuk ka ndonjë parregullsi sa i përket siç ka pasur herave të tjera, ndoshta disa probleme teknike, qoftë me internetin, me rrymën apo diçka ngjashëm. Procesi po zhvillohet i rregullt, ndërkaq që sa i përket rezultateve përfundimtare varet edhe nga votat e diasporës, të cilat do të vinë dhe do të numërohen, por për shkak të festave mund të ketë lëvizje në datat, siç ka njoftuar edhe më herët zëdhënësi i Komisionit Qendror Valmir Elezi. Po ashtu janë edhe votat me kusht dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Njomza, nëse nuk ke ndonjë pyetje kaq sa i përket kësaj linje këtu nga qendra e numërimit të rezultateve, qendra e numërimit pra komunale në Prishtinë. Elmina, vetëm të falenderoj për të gjitha këto informacione dhe të uroj punë të mbarë. Ndërkohë